në Evropë nuk ekziston një plan i ndërtimit pa plan të demolimit. Aspekti gjeologjik, toka Kosovës, ne i takojmë një pjesë, besoj këto ditë edhe shikuesit kanë vret një termet në Myanmar që kanë ndodhur, edhe kur vjen ai moment pak njëri shqetësohet, edhe ne i takojmë zonën sismike, Kosovën që se shikojmë hartën evropiane, ne jemi në zonën e kuqe të termeteve, së bashku me Shqipërinë, Greqinë, Turqinë, është një zonë Itali, po kjo pjesa jonë, po ashtu Ballkani, është një pjesë ku ka termete, prandaj edhe informatat gjeologjike që merren nga shpimet për objekte të ndryshme tregojnë edhe llojin e tokës, e cila nuk është njëjtë sikur në Itali. Kjo është sa përket parametrave të gjeologjik që lidhen me termetin dhe me sismiken, por edhe ambiental. Për shembull, ne kemi një klimë shumë sfiduese. Nga një herë unë e bëj një shaka, them nuk është gjithmonë që i ka faje qeveria në ndër vite, sepse ne kemi klimë e cila gjatë verës shkon në plus 40 gradë, gjatë dimrit shkon minus 20 gradë. Do të thotë diku ne kemi një delta atë ose një ndryshim temperaturë 60 gradë Celsius. E kjo është sfiduese për gjitha materialet. Gjitha betonin, drurin, çelikun. Do të thotë ne duhet të kemi standarde bukur të përpikta për zonën tonë, që objektet jenë qëndrueshme, sepse në ndërlidhje me inxhinierin që përmendet cila është detyra, inxhinieri në start me investitorin definon objektin a do të realizon për 10 vite jetë, a do të realizon për 50 vite, por edhe objekte strategjike do të kenë 100 vite, që do të thotë këto objekte nuk kanë jetë gjatësi të përhershme, por duhet spaku atë jetën e projektimit ta realizojnë. Sot në Evropë nuk ekziston një plan i ndërtimit pa plan të demolimit, që do të thotë duhet ti të mendosh edhe si pas 50 viteve do ta demolosh dhe ku do t'i dërgosh ato materiale. Do të thotë kjo fushë po avancon shumë shpejt.